Kam sjell recetën e tavës dugagjinose, tavë çobani, e cila përgatitet me të brendshmet e qenjit. Një tavë e vjetër tradicionale, e cila zakonisht është përgatitur nga bariu në mal, një tavë cilën mund ta gjeni në restorante të ndryshme kosovare. Besoj se kam ju përkry receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj tave shumë shishme, një tavë vjetër dugagjinose, e cila përgatitet në restorante të ndryshme të Kosovës. Fillimisht i marrim të brendshmet e qenjit dhe i laj mirë me ujë, mund që dhe bëni larjen dhe pas coptimit. Këtu kam të brendshmet, zemrën, mëlçit dhe veshkat e qenjit. Këtë darkë apo drekë jam duke përgatitur është e mjaftueshme për 4 persona. Nëse përgatitni për më shumë persona, atëherë vetëm se merrni 2 parë të brendshme apo 3 parë të brendshme të qenjit. Filloj me coptimin. Në fillim do bëj coptimin e mëlçisë. E prejmë kështu në 4 ore të vogla. Marrim një thikë të mbret dhe shumë lehtë bëhet prerja. Siç e cekam, unë i kam larë, mirë po mund t'i bëni larjen dhe pas coptimit. Fillojmë që ta ndajmë kështu në 4 ore. Kjo masi është e mjaftueshme, nuk duhet që të bëhet masia më e madhe, direkt i hedhim në tavë, sa i radhe kam zgjedhur që të përgatis në këtë tavën e cinkut, por nëse doni mund të përgatitni edhe në tavë dheu. Direkt i hedhi tek tava pjesët e coptuara të mëlçinve. Në këtë mënyrë bëj coptimin e gjithë mëlçisë. Në mënyrën e njëjtë bëj coptimin dhe të veshkave. Njashtu kur ta përgatitni këtë tavë, mund që t'i hedhni dhe një pjesë të mishit të qenjit, mirë po unë nuk do ja hedhi për arsye se do e bëj shumë të yndyrshme tavën. Kështu do e përgatis tamam tradicionale, ashtu siç e ka përgatit bariu. Zakonisht është përgatitur nga bariu në mal kjo tavë, sepse kur e kanë bërë prerjen e qenjit, të brendshmet ja kanë vënë bariut dhe ai e ka përgatitur darkën apo drekën me këto të brendshme dhe vërtet është bërë një tavë e shishme. Gjithashtu ai e ka përgatitur dhe e ka pjekur në prosh, ka dalë dhe më e shishme. Mirë po, sipas mundësisë, unë do e pjeki në shporetin elektrik. Nuk kemi hapësirë ku të bëjmë pjekjen jashtë. Unë duhem këtë pjesën e fortë t'ja largoj. Në këtë mënyrë do bëj dhe coptimin e zemrës. Pjesët yndyrore do i largoj. Pasi kam bërë coptimin e gjithë të brendshmeve të qenjit, tash ja shtoj orizin
Gjithsej oriz i shtoj një gotë 200 ml. Orizin e kam larë, e kam pastru dhe e kam lanë që të kullohet mirë. Ja shtojna një lugë gjelle me veget apo krep, në lmezat mund t'ja shtoni sipas dëshirës dhe kështu me dorë e përhapi mirë orizin nëpër të gjithë të mbrëmshmët. Sa më mirë që të përhapet orizi, aq më mirë do del tava. Pasi kam bërë përzierjen e orizit me të mbrëmshmët, marr 2 qepë, cilave ju kam largu lëvorën më herët për arsye kohe dhe i coptoj në copsa të vogla. Do i fërgoj më pas qepët. Nduhem t'i bëj në copsa më të vogla. Qepët e coptuara i kaloj kështu në një tigan. Mënyrën e njëjtë bëj coptimin dhe të qepës tjetër. Qepët e coptuara i vendosim në zjarr. Ju hedhim vaj dikon rreth 80 ml. Mjaftueshëm. Dhe i zjarrin dhe në temperaturë mesatare i forgojmë qepët derisa të zbuten mirë, duke i përzier vazhdimisht. Kemi forguar qepët mjaftueshëm, kanë filluar që të marrin një ngjyrë kafe të hapur. Tash ja shtojna një lugë gjelle të mbushur plot me biber të kuq dhe i përzijmë kështu dhe i lajmë në zjarr vetëm se për disa sekonda, sa të bëjmë përzierjen. Dhe masa është gati të largohet nga zjarri. Qepët e forguara ja kalojmë tavës, kështu. Dhe bëjmë përzierjen mirë. Dhe qepët munduhem t'i përhapi nëpër të gjithë tavën. Dhe në fund ja shtojna 250 ml me ujë varë të nxehtë. Siç e vëreni, përgatitja është shumë e thjeshtë e kësaj tave, nuk ju merr kohë, vetëm se pjekja është më e gjatë kur të bëhet. Vërtet është shumë e shijshme, është një tavë e jepër tradicionale. Cilët gjyshët tona kanë përgatitur me shumë dashuri në kaluarën këtë tavë, e cila akoma është në restorante të ndryshme, është ruajtur me fanatizëm tradita e kësaj tave. Tash marrim foli alumini dhe mbulojmë tavën mirë. Mbyllim mirë dhe tavën e fusim në furrë të nxehtë 250 gradë për 1 orë, 1 orë e 20 minuta. Zakonisht varet nga furra juaj. E kontrollojmë her pas here se a janë të zira mirë të mbrëmshmet e qenjit. Tavën e kam largu nga furra, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Gjatë kohës së pjekjes e kam kontrolluar vazhdimisht, sepse asnjëherë që kam cek dhe në fillim nuk mund ta dim kohën fikse të pjekjes për shkak të mishit. Ndonjëherë mishi është më i freskët dhe pjekët më lehtë. Tash ja largojna folinë e aluminit. Kujdes që mos digjemi, është shumë e nxehtë. E lojmë që të ftohet dhe është gati për konsumim. Tava është ftohur pak, është gati për konsumim. Shkon shumë me bukë katuni, bukë cedille. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë dhe pamja ka dalë shumë e mirë. Ja dhe si duket,
tava e çobanit. Gjithë ju motra që e përgatisni në këtë mënyrë këtë tavë tradicionale, ju bëft mirë, ju falinderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat. Gjithë ju që shikoni për herën e parë këtë video, ju lutem të abononi për receta të reja, me mbeqi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.